legislative është çështja më themelore e procesit zgjedhor dhe konkretisht me fakte provuam se në këto zgjedhje, në rrafshin e financimit nga parat e buxhetit, diferenca midis dy partive kryesore, Partisë Opozitës, Partisë Demokratike dhe Partisë në qeveri, ka qenë minimumi 700 gjerë në 1000 herë. Diferenca e financimit me parat e buxhetit midis dy forcave kryesore politike shkon nga 700 në 1000 herë. Konkretisht. Duke mos llogaritur, duke përjashtuar totalisht atë çka ligji përcakton për financimin e këtyre partive. Jashtë përcaktimit ligjor, partia në pushtet organizoi në kohën e ndaluar nga ligji 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, siç ishte Giro d'Italia, një ditë para zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve, një organizatë private e cila u kontraktuar nga Edi Rama për të ndikuar tek zgjedhësit. Së dyti, u shpërndan, pra kjo është e pa llogaritshme, kjo e 4500, këto nuk janë tek këto 2.7 miliard, jo, tek 700 herë, ta marrim, me realitet, po, sepse janë para buxhetit këto. Së dyti, 100 euro dhurat në fushat elektorale para buxhetit. Dhurat për vot. Së treti, u falen zgjedhjeve. Parat do shkonin në buxhet 2 miliard e 100 milion euro me impakt në mbi 203.000 familje, me impakt në 84.000 biznese aktive. Tjetër, po këto nuk llogaritën këto të fundit, miliarda të rrënjve të kanabisit që u dekretuan 29.000 hektar kundër 200 hektarëve që parashikon të ligji, në një kohë kur një bim kanabis vlerësohet në 1.000 euro të ardhura. Por këto nuk llogaritën dot, sepse këto shkojnë në miliarda në vetvete, shuma stratosferike. Pra, elektorale. Problem tjetër kaq themelor është armiqësia e institucioneve ndaj opozitës. Problemi është them se nga 43